Debati mes Brikena dhe Mateo ka krijuar tension të madh në shtëpi, duke tërhequr vëmendjen e të gjithë banorëve. Situata nis nga një bisedë e thjeshtë mes tyre, por shumë shpejt kthehet në një përplasje të fortë emocionale. Brikena, dukshëm e acaruar dhe e ngarkuar emocionalisht, i drejtohet Mateos me tone të ashpra duke i thënë ta lërë rehat, të mos i flasë më dhe të mos qëndrojë pranë saj. Ajo shprehet se ka nevojë për hapësirën e saj personale dhe nuk dëshiron që ai ta ndjek apo të përpiqet të afrohet me të në çdo moment. Në fjalët e saj vërehet qark një ndjenjë pasigurie dhe dyshimi. Ajo i thot Mateos se nuk është e sigurt për qëllimet e tij dhe se disa nga veprimet e tij e kanë bërë të mendojë shumë për marrëdhënien mes tyre. Sipas saj, sjellja e tij ka ndryshuar dhe kjo gjë e ka bërë të ndihet e lënduar dhe e zhgënjur. Mateo përpiqet të kuptojë se çfarë po ndodh dhe e pyet vazhdimisht pse ajo po reagon në këtë mënyrë. Ai i thot se nuk ka bërë asgjë me qëllim për ta mërzitur dhe se gjithmonë ka qenë i sinqert me të. Ai shprehet se nuk e kupton arsyen e këtij reagimi të fortë dhe kërkon një shpjegim më të qartë. Por Brikena vazhdon me qëndrimin e saj të prerë. Ajo i thot se nuk i pëlqen fakti që ai përpiqet të jetë gjithmonë pranë saj dhe se kjo gjë e bën të ndihet në presion. Ajo thekson se ka nevojë për kohë për të menduar dhe për të kuptuar ndjenjat e saj, duke shtuar se nuk dëshiron të detyrohet në asnjë situatë. Gjatë debatit, ajo shpreh edhe dyshimet e saj për sinqeritetin e Mateos, duke lënë të kuptohet se ndoshta ai nuk është aq i qartë sa pretendon. Ajo i thot se disa veprime të tij nuk përputhen me fjalët dhe kjo e ka bërë të humbas besimin që kishte më parë. Mateo duket i surprizuar nga këto akuza dhe përpiqet të mbrojë veten. Ai shprehet se gjithmonë ka treguar respekt ndaj saj dhe se ndjenjat e tij kanë qenë të vërteta. Ai i kërkon Brikenës të mos e gjykojë pa e dëgjuar dhe të mos marrë vendime të nxituara. Megjithatë, Brikena mbetet e vendosur dhe i përsërit se për momentin nuk dëshiron asnjë afërsi me të. Ajo i kërkon qartë të mos i flasë dhe të mbajë distancë, duke thënë se kjo është e vetmja mënyrë që ajo të ndihet e qetë. Debati bëhet gjithnjë më emocional, me tone të larta dhe tension të dukshëm. Banorët e tjerë fillojnë të vëzhgojnë situatën dhe disa prej tyre përpiqen të ndërhyjnë për të qetësuar atmosferën, duke u sugjeruar të dyve të flasin më vonë kur të jenë më të qetë. Pas përplasjes, Brikena largohet e nervozuar, ndërsa Mateo mbetet i shqetësuar dhe i hutuar nga reagimi i saj. Ai diskuton me banorët e tjerë duke thënë se nuk e kupton ndryshimin e papritur të sjelljes së saj dhe se dëshiron vetëm të sqarojë situatën. Ndërkohë, në shtëpi fillojnë diskutimet për arsyet e vërteta të këtij konflikti. Disa banorë mendojnë se reagimi i Brikenës vjen nga ndjenjat e forta dhe konfuzioni emocional, ndërsa të tjerë besojnë se ajo ka dyshime serioze për marrëdhënien me Mateon dhe për sinqeritetin e tij. Atmosfera mes tyre mbetet e thellë edhe pas debatit. Të dy qëndrojnë larg njëri tjetrit dhe tensioni ndihet në çdo ambient të shtëpisë. Ndetet për t'u parë nëse kjo përplasje është vetëm një moment krize apo një ndarje përfundimtare mes tyre, ndërsa dyshimet dhe pasiguritë vazhdojnë të rëndojnë marrëdhënien mes Brikenës dhe Mateos.